Lanfielli për shembull ka bërë dëm ekonomik. Ashtu edhe popullin e ka bërë dëm nga era, nga gjana, nga meteorinat që janë djeg atje. Populli ka pasur se kjo gjana kanceroze. Pa qysh vjen mes më duket. Po zjarri. Afër këna. Në fshatin Paçram aty për dhe. Zonë nga pas ty me herë, pa bezit, nga pas ty shumë të nërshëm. Po flakat tash nuk, edhe kim frikë, po, ja dhe gjithashtë, se nuk ka në pyllë për ta marrë dhe, po. Ashtë një erë gazi kesha, një erë shumë e keqe për njerëzit. Gjatë ditës së djeshme është marrë një njoftim për një vatër zjarri në Landfillin e Bushatit. Me njëherë janë paraqitur forcat zjarr fikse të Bashkisë Vaudenjës, me pas kanë ardhur dhe forcat zjarr fikse të Bashkisë Shkodër, Lezhë, Kamz dhe Tiranë, të cilat gjej rastin t'i falenderoj. Zjarri ka vazhduar me intensitet lartë, kjo edhe për shkak të llojeve të mbetjeve që hidhen në këtë landfill. Era e ka favorizuar shumë zjarrin pasi ka qenë me intensitet lartë. Puna gjithashtu është shumë intensive. Kompania përgjegjëse ka kontaktuar dhe firma të zonës të cilët po bëjnë të mundur izolimin e vatrave me mjete të tonazhit lartë. Sipas mbikëqyrjeve të kamerave të sigurisë, zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm, gjithsesi vazhdon puna me mjet policisë dhe prokurorisë, të cilët do bëjnë verifikimet më të sakta. Situata në fakt në këtë moment është nën kontroll operacional, që nga momenti i parë që është marrë njoftimi nga punojësit e landfillit drejt forcave, drejt efektiveve të zjarrfikses Bashkisë Vaudenjës. Me njëherë janë paraqitur, kanë vlerësuar situatën, është vendos drejtuesi i operacionit për izolimin dhe shuarjen e zjarrit. Është evidentuar që përmasat e zjarrit në fakt kanë qenë relativisht të mëdha, të favorizuara edhe nga era në ato momente, por edhe në vijim, dhe me njëherë është kërkuar ndihmë nga bashkitë më të afërta. Mënyrë me njëherëshme në fakt është përgjigje dhe Bashkia Shkodër me 2 mjetje zjarrfikse dhe me efektivët përkatës. Gjithashtu Bashkia Lezhë, pas janë bashkuar edhe autobotët dhe zjarrfikse së bashku me efektiv nga njësitë në Kamz dhe në Tiranë. Në këtë moment po punohet në 2 drejtime intensivisht, qoftë nëpërmjet forcave zjarrfikse, por edhe nëpërmjet mjeteve të tonazhit lartë dhe skavatorëve. Domethënë plani i veprimit është bërë në 2 drejtime, qoftë nëpërmjet mënyrë drejt për drejt nëpërmjet ujit, qoftë edhe nëpërmjet mjeteve të tonazhit të lartë. Situata, sikur se e thash, është nën kontroll operacional, është izoluar, nuk ka rrezik për banesat, rrotull, flakët vazhdojnë që të jenë akoma dhe vatrat janë akoma aktive, por po punohet intensivisht dhe do të vazhdojë puna intensive gjatë gjithë orëve të natës. Që oksigenit në Prej. Ignorimi me intensitet lartë. Landfillin e Bushatit, me njëherë paraqitur forcat zjarrfikse të Bashkisë Vaudenjës, pas kanë marrë pjesë në operacionin e Ja que la ciudad de se T'japi tjetër ty valla. T'japi tjetër ty valla mirë. Del ti në rregull, unë në rregull.
Që oksigenit e në... Prej. Ignorimi me intensitet lart. Në landfillin e Bushatit, më njëherë janë paraqitur forcat e fikse të Bashkisë së Odesë, pas kanë marrë pjesë në operacionin